Ndërmarrja e gjelbërim pastrimit në Vlorë po vjon punën për vendosjen e kontenierëve të rinj dhe sistemimin e ambienteve përreth tyre, ndërsa njëkohësisht vëmendje e veçantë po i kushtohet edhe gjelbërimit të qytetit. Drejtoria e gjelbërim pastrimit në Vlorë, Anjeza Shiko, thekson se një tjetër prioritet mbetet vendosja e koshave për mbetjet e riciklueshme, me synim mbajtjen sa më pastër të territorit, sidomos gjatë sezonit turistik. Një vëmendje shtuar po i kushtohet kryesisht zonës së Lungomares, ku është synuar dhe shtimi i hapësirave të gjelbëruara për t'i dhënë qytetit një pamje më të pastër dhe më çlodhëse. Bashkia e Vlorës ka bërë zvendësimin e kontenierëve ekzistues 1.1 metër kub, të cilët përdoren për hedhjen e mbetjeve urbane. Kontenierët të cilët janë zvendësuar në pjesën më të madhe të qytetit dhe është një aksion i cili sërish vazhdon. Bashkëritur me procedurën e vendosjes së kontenierëve të rinj, është bërë dhe rrethimi i pjacollave apo vend grumbullimit të mbetjeve për të ruajtur një ambient sa më të pastër, dhe nuk mjafton me kaq, por bashkia dhe ndërmarrja e pastrimit ka vijuar vendosjen e koshave për hedhjen e mbetjeve plastike, të cilat janë mbetje të riciklueshme, për të mbajtur sa më pastër ambientin përreth. Dhe për këtë gjë ju bëjmë thirrje qytetarëve që është vendosur për gjatë pjesës së Lungomares, atje ku është dhe fluksi më i lartë i qytetarëve, që mbetjet të hidhen në këtë destinacion që është krijuar tashmërisht në Bashkinë e Vlorës, dhe përveç kësaj vihet re një shtim i hapësirave jo vetëm të gjelbëruara me ngjyrën e gjelbër që ka gjelbërimi, por janë shtuar shumëllojshmëri ngjyrash nëpërmjet luleve të shumta që bashkia ka vendosur dhe mbjell në çdo cep të territorit të saj. Synimi mbetet që qyteti i Vlorës të ofrojë një ambient më të pastër dhe më të gjelbëruar gjatë sezonit turistik, në mënyrë që gjatë periudhës verore të krijohet një atmosferë më e këndshme dhe të çlodhëse si për qytetarët ashtu dhe për turistët.